çdo njoni çdo shqiptar ka nevojë për një psikiatër. Edhe unë për me relaksua bisedën i thosha po, është e vërtet kjo që ka ju po thoni, mirë po, ju keni nevojë për një psikiatër, unë kam nevojë edhe për 2 psikiatra tjerë. Kështu që nuk është veç te populli jonë, është te populli jonë, po etiketimi ekziston edhe te popujt tjerë. Mirë po të na është pak më e shprehun dhe një fat i mirë që ka ndodhur në fatkeqësinë tonë, pas lufte ka filluar që të merret ma me relaks, të merret ma normale. Pjesa e psikiatrit. Ka pas njerëz që më kanë thonë për shembull, çka jemi profesion psikiatër, sa mirë mas lufte. Çdo njoni çdo shqiptar ka nevojë për një psikiatër. Edhe unë për me relaksua bisedën i thosha po, është e vërtet kjo që ka ju po thoni, mirë po, ju keni nevojë për një psikiatër, unë kam nevojë edhe për 2 psikiatra tjerë. Kështu që është krejt normale. Për një psikiatër është goxhabar se ndrohet vjen një pacient tjetër unë po them shpëtimi pastaj ka qenë teatri. Teatri sepse përgjithësi na jemi njerëz që pak i kuptojmë emocionet,